Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Receta që do të përgatisim sot është kukureca në tavë. Është një recetë e shpejtë, e thjeshtë dhe që ditëve të ftohta shijon shumë. Fillojmë me përgatitjen. Fillimisht grim 5-6 thelbinj hudhre. I kaurdisim në një tigan me vaj ulliri. Unë kam përdorur një tigan të cilin edhe mund ta futësh në furrë ta pjekësh. Menjëherë shtojmë 2 lugë gjelle vere të bardhë dhe sapo vera të avulloj, shtojmë 2 lugë gjelle miell. Përzjejeni me kujdes që mos të ngelen këto kriza. Shtojmë 3 lugë gjelle salcë domate, i kaurdisim edhe këto. Dhe gradualisht shtojmë 500 ml ujë. Sa po të fillojmë të shikojmë flluckat e para, shtojmë kripën. Dhe kemi gati. Kukureca, siç e shikoni, unë i kam të zjerë. I shtoj me një herë në tavë. I hedh pak krip sipër, sepse kukurecat janë nxjerr pa krip. Disa gjethe dafine. Dhe i rregulloj me erëza sipas dëshirës. Unë kam përdorur piperin e zi, piperin e kuq dhe pak piper djegës sipër. Vaj ulliri, vetëm te pjesa kukurecit. Dhe e pjekim për 30 minuta në 200 gradë. Siç e pat, përgatitet shumë lehtë dhe me të vërtetë që shijon. Faleminderit që më ndoqët dhe mos harroni të bëni subscribe.